Mjeku Edvin Prifti është përplasur në distancë me gazetarin Baton Haxhiu, i cili sa herë del nëpër media lëshon ndonjë mufk. Haxhiu deklaroi në një studio se në Shqipëri nuk ka mjek të mirë dhe kjo ka irrituar Priftin, i cili ka reaguar gjere gjatë në rrjetet sociale. Haxhiu pretendoi në emision se godinat e shëndetësisë janë bërë të gjitha të reja, edhe pse cilësia e mjekëve shqiptar lë për të dëshiruar. Ai u kundërshtua nga analisti Erman Shkollaku, por Haxhiu i qëndroi des së tij për cilësinë e mjekësisë shqiptare. Postimi i plot i Priftit. Filozofi i madh Karl Popper dikur shkruante se ignoranca e vërtet nuk është mungesa e dijes, por refuzimi për ta fituar atë. Mu kujtua kjo shprehje teksa dëgjoja se si zoti Baton Haxhiu deklaronte me qetësinë absurditetit të modelit Popperit se problemi i shëndetësisë shqiptare është paaftësia e mjekëve shqiptar në një emision në Syri TV. Me siguri duke ditur që zoti Haxhiu përfaqëson një rrymë të caktuar, besoj që nuk flet vetëm në emrin e tij, por edhe në atë çka i përfaqëson. Kur i thanë që kjo s'është e vërtet, zotëria gjithditur në fjalë kërkoi emra dhe rastisht u përmend emri im. Pas disa grimcave transhumaniste tha që nuk ka pse të merrej me emrat përveçëm kur vetë i kërkoi ato. Gjithsesi jam i sigurt që do fliste për spakun e gjëra të tjera, kur të përmendte emrin tim, histori e njohur e mendimit të dobët. E kam njohur zotin Baton Haxhiu kur më ftoi për drek në një restorant në Tiranë në vitin 2009 për të ndihmuar një mikun e tij maqedonas, mjek kardiolog, doktor Petrovski, i cili kishte hapur një spital privat në Prishtinë, për cilin nuk ishte e mundur që unë ta ndihmoja. Kjo ishte hera e parë dhe e fundit, por mjafton kaq që një njeri të mos bëj grimasa kur përmendet emri i tjetrit për të mos treguar mungesë të thellë karakteri. E dyta, mjekët shqiptar, zoti Haxhiu me të mirat dhe defektet e tyre, sigurisht ka mes tyre edhe ndonjë që çfarë nuk kanë thënë edhe ndaj meje, por të gjitha ta, pavarësisht gjithçkaje, kanë trajtuar me dhjetra mijëra pacient kosovar. Dhe unë personalisht ua njoh meritat të gjithëve edhe kur i dua edhe kur nuk i dua. Ashtu siç mendoj se njeriu i ditur fal, por nuk harron. Gjithsesi u harruat mirënjohjen. E treta janë këta mjek shqiptar të Tiranës që kanë trajnuar me qindra mjek kosovar ndër dekada, ju përsëri harruat mirënjohjen. Par definicion, mosmirënjohja është defekti më i madh i karakterit të kujdo. E katërta, ka mjek dhe profesor shqiptar që kanë licencat e ushtrimit të profesionit jo vetëm në komunitetin evropian dhe Amerikën e Veriut, edhe këtu nuk flas vetëm për veten. Ka mjek dhe profesor shqiptar që kanë një indeks të tillë shkencor si Hirsch Index, që do ta kishin zili edhe në Europë dhe përsëri. Këtu nuk fuz vetëm veten time. Ka mjek dhe profesor shqiptar që kanë prodhuar teknika dhe ide të reja të aprovuara në Europë dhe SBA dhe përsëri nuk flas vetëm për veten time. Ka mjek dhe profesor shqiptar që janë nderuar me çmime shkencore dhe botërore, që ju as mund t'i imagjinoni ashtu siç nuk i imagjinon ndonjë mjek kuq që ju shkruan. Unë nuk ja lejoj vetes të flas për gjëra për të cilat nuk jam kompetent, por tek ju ky parim është harruar. Në gjithë diturinë tuaj ju kujtoj të jeni pak iluminar, që të mos debatoni për shkencën, dijen, akademizmin dhe mjekësinë, pasi dëmtoni shumë padronët tuaj dhe nuk do t'ju afalin këtë dëm. Merreni si një këshill pozitive. Sigurisht që pas kësaj e keni opsionin të më fyeni, të më kujtoni spakun apo çfarë tjetër, por unë nuk mund të qëndroja në heshtje kur fyeni pa të keq mjekët shqiptar, edhe pse ata bartin atë bukuri apo shëmti që mbart ky popull nga i cili edhe ju vini. Gjithçka mund të toleroja nga ignoranca kur u lëret për mjekësinë, por jo nga ju. Mbase për ju dhe për rastin konkret vlen shprehja e gëtes, njeriu sheh në botë ato çka mbart në zemrën e vet.